Një stërvitje ushtarake e ushtrisë serbe u zhvillua të mërkurën në një fshat të banuar me shqiptar etnik në jug të Serbisë, pranë kufirit me Kosovën. Banorët e zonës dhe autoritetet kosovare e konsideruan këtë aktivitet provokues, ndërsa misioni paqërorës të NATO-s në Kosovë, KFOR, tha se stërvitja ishte planifikuar dhe nuk përbënte kërcënim për sigurinë rajonale. Duke folur në mbledhjen e kabinetit të tij të enjte në Prishtinë, kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha se jemi thellësisht të shqetësuar për demonstrimin e pajustifikueshëm ushtarak të Serbisë me helikopter, parashutist në zona të banuara të shqiptarëve në Bujanov, fare pranë kufirit me Kosovën. Kurti shtoi se stërvitja u zhvillua pranë shtëpive, shkollave dhe qendrave mjekësore dhe u krye nga njësia e brigadës 63 të parashutistëve të Serbisë, duke përdorur helikopter H-145M dhe kërcënime me parashut disa metra larg kufirit. Megjithatë, KFOR reagoi duke theksuar se aktiviteti është rutinë i zhvilluar brenda territorit serb dhe nuk përbën kërcënim për sigurinë apo stabilitetin rajonal. Misioni vazhdon të vëzhgojë nga larg gjendjen përgjatë vijës kufitare dhe mban komunikimin e vazhdueshëm me autoritetet lokale dhe me shefin e shtabit të forcave të armatosura të Serbisë. Kurti tha se stërvitjet vinë në një kohë ku Serbia po përhap retorikën nxitse duke pretenduar se po përgatitet për një sulm të mundshëm nga një aleancë Kroaci, Shqipëri, Kosovë. Pretendime këto që janë mohuar nga vetë vendet fqinje. Kryeministri i Kosovës bëri thirrje që komuniteti ndërkombëtar të ndëshkojë Serbinë për qasje destabilizuese dhe kërcënon drejt paqen dhe sigurinë rajonale. Kosova dhe Serbia vazhdojnë të kenë një marrëdhënie të tensionuar, veçanërisht që nga viti 2023, ku autoritetet kosovare kufizuan Beogradin për sulmet ndaj policisë së Kosovës, ndërsa Serbia e ka mohuar përfshirjen e saj në këto incidente.